Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka reaguar ndaj kërkesës për dorëheqjen e tij nga drejtimi i partisë, duke i cilësuar ato si reagime të pazakonta për traditën e funksionimit të LDK-s dhe duke bërë thirrje për ruajtjen e unitetit të partisë. Në emisionin Rubicon në Klan Kosova, Abdigjiku tha se do të flasë me kujdes për zhvillimet e fundit pasi synimi i tij është ruajtja dhe forcimi i LDK-s. Do të përpiqem të ruaj LDK-n, por edhe ta shpëtoj nga brenda. Dua që antarësia të kuptoj se çfarë po ndodh në parti, deklaroi ai. Ai u referua kërkesave për dorëheqje të bëra nga kryetari i degës së LDK-s në Pej Gazmet Muhaxheri dhe kryetari i komunës së Lipjanit Imri Ahmeti, duke thënë se analiza e rezultatit zgjedhor duhet të zhvillohet fillimisht në organet drejtuese të partisë dhe jo përmes rrjeteve sociale. Sipas Abdigjiku, ai ka mbështetur bashkëpunëtorët e tij edhe në momentin kur kanë bërë gabime politike, ndërsa vlerësoi se kërkesat e përsëritura për largimin e tij nuk i shërbejnë ruajtjes së unitetit të LDK-s. Duke komentuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare, Abdigjiku tha se LDK-ja ishte partia e vetme që shënoi rritje, si në numër votash ashtu edhe në përqindje. Megjithatë pranoi se rezultati nuk ishte ai që partia kishte synuar. Ky nuk ishte rezultati që dëshironim, por duhet parë në kontekstin e kohës së shkurtër dhe procesit të bashkimit që kaloi LDK-ja, tha ai. Ai shtoi se partia kishte kaluar një periudhë të vështirë të brendshme që nga dhjetori, e cila ndikoi në përgatitjen për zgjedhjet. Abdigjiku foli edhe për bashkëpunimin me presidenten Vjosa Osmani gjatë procesit zgjedhor, duke thënë se kishte kërkuar personalisht mbështetjen e saj për ringritjen e LDK-s dhe duke vlerësuar kontributin që ajo dha. Sa i përket situatës politike në vend, kreu i LDK-s theksoi se sfidat kryesore nuk janë vetëm formimi i qeverisë, por arritja e një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Problem nuk ka qenë asnjëherë vetëm tek qeveria, por tek zgjedhja e presidentit. Një qeveri mund të formohet edhe me 61 apo 62 deputet, por nuk mund të ketë stabilitet institucional pa një marrëveshje politike për presidentin, u shpreh ai. Abdigjiku bëri thirrje partive politike që fillimisht të diskutojnë për parimet dhe stabilitetin institucional, duke e paralajmëruar se në mungesë të një marrëveshje për presidentin, vendi shkon në zgjedhje sërish. LDK-ja ka një pozicion të qartë, duhet patjetër të krijohen institucionet. Kushdo që kërkon zgjedhje të reja nuk ja do të mirën Republikës së Kosovës, deklaroi Lumir Abdigjiku.